Mirë se të pruni Zoti, themin e... Mirë se gjeta. Halojena me traditën e vjetër në shacat e diasporës. Më dha njëtë më dhona. Nuk e kemi në mirë se erdha, po mu kollarisa, po me bogë, po mirë se të pruni Zoti, vëlla. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën, kështu të kënaqësi imja. Kënaqësi edhe për neve dok që të kemi në Folk Ship Show, për herë të parë në Folk Ship Show kështu si intervistë në studion tonë. E vërtet. Okej, bukur. Si shkoi rruga sot? Si erdhe? Mirë shumë, isha edhe udhëtim dika tjetër, kështu që nuk jeta prej Kosovës direkt. Si ardh direkt prej Kosovës? Okej, ke qenë diku për biznes, për punë? Isha në Turqi, po për punë edhe tani prej Turqisë. Bukur. Dok, para se me të ftu thash, a tu mujt? A i tu mujt, vëlla, për një me se është pak shiko, Dent Fix ka një emër të madh tashmë. Nifet ka mos të shqiptarët, jo vetëm shqiptarët, ti ke klienta shumë të huaj, duke që do të pyesim me për këtë. Mirë po, përveç kësaj ti ke hapur edhe klinikën e flokëve Care and Hair. Përveç kësaj nuk e di tjetër valla, se unë s'punjas me pyetje, se s'ke kohë as me këtë përgjigje. Këtë pyetje ma bojnë mas pojtë shtëpisë. Edhe alo se kum kthy përgjigje. Ej, familja e doktorit tash e vëni përgjigjen përmes meje. S'ke nevojë me pyet më. Po pa mbështetjen e tyre s'ka mujt edhe këto me pas të suksese për arsye se në mbështetje familjare shumë, sidomos e gruas time, fëmijëve, nanës, vllaznive, motrave, e gjithë familjes ngushtë. Kështu që pa mbështetjen e tyre nuk kisha mujt me pas këtë energji cilën e kam, edhe jam falënderues Zotit mas pare, njerëzve cilët do më rrethojnë, njerëzit cilët janë pjesë e sukseseve të mia, si të Dent Fix tash Care Hair Fix, po ashtu edhe në tarmën e shpejt diku 2-3 mujore edhe të Dent Fix Zvicër edhe Dent Fix Hotel. Dent Fix në Zvicër? Po, shpejt. Domethënë do kemi ordinancë dhomëve në Zvicër? Po, shumë shpejt. E i sekund tash, se kjo është lajm. Këtë nuk e di jam. I sekund. A kanë më konë me çmimet Kosovës apo me çmimet Zvicrës? Shqiptare, vjen as vori të çmimet e gallit. Ato janë cilat përcaktohen prej ligjeve këtu në Zvicër. Të Zvicrës. Pra domethënë nuk mund dalim jashtë. Mundet pak diçka në përqindje vogël, po. Okej, pra. Më shumë jemi për 2-3 muaj Dent Fix do hapet në Zvicër. Ofër bashkëdhetarëve tanë me qenë ofër për shkak të na e dimë gjithë që miksi jam me pas probleme edhe me qenë ofër. Po jo vetëm për bashkëdhetar, po edhe për të uj se ne në Dent Fix dhe në Care Hair Fix, dhe më thonë kemi dikon një 40% e pacientëve cilët janë me mira, që janë të huaj, jo shqiptar, që janë falë marketingut të shqiptarëve cilët jetojnë në përvendet e ndryshme të botës. Jo vetëm Zvicër, po Gjermani, Londër, Amerikë, Turqi, Poloni, Rumani, pra që janë të huaj, nacionalitetet të huaj, jo shqiptar. Nacionalitetet të huaj, shqiptar. Bukur. Tani, Dent Fix po hapet në Zvicër do? Po. Edhe Care and Hair ka plan mu hapet në Zvicër apo jo? Njëherë jo. Jo njëherë jo. Njëherë kemi fillu me Dent Fix, edhe mendojmë u zgjeruar në përvendet në shtete tjera, kështu që është një pjesë ku mendoj tash me qenë internacional, për shkak se e kemi një klientelë internacionale dhe është kënaqësi me punu. Bukur, kam dëshirë me të pyet dok se unë të shoh që marketingun ti nuk e nal dorën. Sa është i rëndësishëm marketingu për një biznes? Mendoj që marketingu është pjesa më e rëndësishme e biznesit. Nuk e marrim shembull se ndoshta po ndërhyjë kjo pjesa e marketingut te jo, po Coca-Cola në gjën edhe fëmijët. Në përgjithësi. Edhe ata nuk e nalën pjesën e marketingut. Kështu që dhe unë jam nisë prej asaj prej momentit fillestare kur kam filluar në pjesën e stomatologjisë, kam qenë thuj se i afërt me pjesën e marketingut me mundësitë që i kam pas. Ndoshta jo në këtë mundësi, po me mundësitë që i kam pas dhe kom arrit me pas këtë sukses. Po suksesi dhe marketingu më i mirë është puna. Puna, afërsia me pacientit, respektin ndaj pacientit, sinqeritetin ndaj pacientit, kualitetin ndaj pacientit, materialet cilat janë efikase, të cilat vendosen, kështu që është një pjesë e marketingut gjanë, që ne e përbëjmë. Ti je të gjitha tuat këto dhe laborin tënd dhe gjitha këto që laboratorin jo, po kjo pjesa tjetër po. Pjesa tjetër po. Po gjithat mirë. Sa punëtor posedon Dent Fix sot, dok? Si kompani. Si kompani, po. Për momentin jemi 60, po mendoj që deri në fund 2026 me qenë 100. 100 punëtor. Flet bashkë me këtu të Zvicrës? Me të Zvicrës edhe me hotel. Me të Zvicrës dhe me hotelin. Po. Më trego pak për hotelin, lutem? Hoteli është përfundim, është në pjesë ngjitur pjesë e programit të cilën unë jam mundu prej fillimit ose prej startit punës, ku e kom pas si ëndër që të vazhdohet dhe të zgjerohet dhe kjo pjesa e hotelit që më ofron një komoditet pacientit të cilët janë
dhe vinë, jo vetëm shqiptarët, se shqiptarët zakonisht vinë për shtëpitë e tyre dhe kanë mundësinë që me fletë në për shtëpitë e tyre, mirë po kemi shumë kërkesa. Për shkak se njerëzit vinë me kry shërbimet shpejta dhe nga njëherë ata kanë thuj se të pamundshme me shku në për shtëpiat e tyre, se ju e dini shumë ma mirë që për me shku një shtëpi do të me pasu 2-3 ditë për para, edhe jenë pamundshme nga njëherë që në shërbimet që kryen brenda ditës ose brenda 2 dite, dhe aty jem mundu që mund të gjejat hapësirën ku ta hapim një hotel dhe ta bëjmë si pjesë. Pra hoteli Dent Fix hapet ekstra vetëm për pacientët që ka klinika edhe herë në herë edhe Dent Fix. Po. Pra vetëm për ata, jo për njerëz të tjerë që nuk kanë lidhje me... Qëre, ato mundet ndoshta në herë që se tash jenë është pjesa ku është pjesa e drejtorit edhe stafit menaxhues të Dent Fixit dhe Career Fixit, cilët bojnë një organizim dhe një lidhje ku aty mund më shfrytzu dhomat e lira ose jo. Në momentin që ka dhomat lira edhe për pacientat tjera, atëherë është edhe mundësia për me Ka mundësi pra me vesh, okej. Jam kurioztar me ditë si ka ardhur ideja me vendos këtë emër Dent Fix. Dent Fix ka qenë një ide para dikon nështë 12 viteve ku ka qenë pjesë lidhjes së ngushtë apo lidhjes së pjesës fikse të punës tonë, që kemi të bëjmë me punën dentare dhe pjesën fikse ku janë vendosë dëmë që banë fikse dhe më thonë vendosmëria dhëmëve, dhe ku banë një atë lidhën Dent Fix. Okej, pra ideja është e jotja për Dent Fixin. Okej, tashi ka sa muaj ka që është hapur Care & Hair? 6 muaj. 6 muaj. Si po shkon? Është befasuse. Është befasuse. Është për të mirë, për shkak se me Career Fix, edhe jo vetëm me Career Fix, po foli edhe njerë prej fillimit, që në çdo biznes që hy, mendoj me hy edhe me një teknologji të avancume të cilët ndoshta ka munges, jo vetëm tek ne në Kosovë, por edhe në këtë Ballkane, për arsye se edhe ju mundohen që të jemi edhe me ekipet ma efikase dhe ma profesionale në punën e tyre. Dhe për atë arsye 1-2 vite më herët kom studiu këtë pjesën e mbjelljes së flokëve, për shkak se ka qenë ideja ime që të bëhet një lidhje për shkak të klinikave cilat i kom pas aty lokalet, edhe kom mendu për hapjen, nuk e kom hap 2 vite, lokalin e kom pas të thatë, mirë po kom mendu, kom studiu në Turqi dhe kom gjetë ekipet më të mira që e ka pas dhe i ka për momentin Turqia, për arsye se janë ekip e cila merret me një teknologji që nuk e ka kërkush, domethënë jo vetëm Ballkan, po ndoshta në Evropë. Pra teknologjia që të cilën ne e përdorim është një teknologji me robotik të cilën e përdorim, ku saktësia e grafteve, numërimi i grafteve, sterilizimi i grafteve të fije të flokut, pacienti është komod, nuk ka dhimbje, efikasiteti është shumë i lartë, kualiteti është shumë i lartë dhe saktësia nikosisht për cilë gjendja shëndetësore tina me anë të teknologjisë të cilën e kemi një robotike. Bëhet fjalë për këtë robotin këtu brava, po, doktora? Kjo është pjesa robotike. Çfarë shërbimi bën ky robot realisht? Kjo do të thonë ndahen graftet e flokut dhe hyjnë dhe sterilizohen në për këto me Pra ky i shkul apo si? Jo, nxjerrën nga ana e profesionistëve dhe vendosen në anë të magnetit ku do të thonë grafti i flokut hyn në për makinerinë që sterilizohet me ozon dhe me pjesa ku del dhe më thonë fije sterile të doktorët dhe vendoset. Dhe më thonë 3 mrapa punojnë dhe përpara 2 doktora vendosin grafte. Nikosisht është ullet edhe kozgjatja e mbjelljes së flokut nga 13 orë dikon në 8 orë. Kualiteti është dikon mos thëm 100% më i madh, po ndoshta edhe më shumë. Nikosisht është pa dhimbje dhe pa ajtje. Për shkak të sterilizimit të vendosjes sterile të graftit të flokut në kokën e pacientit. Pra efekti i kësaj është pa dhimbje pa ajtje. Pa dhimbje, se diku i bëhet koka kaq, doktor. Kjo është sterile, ne kemi shumë pacientë dhe shumë kërkesa për fat madh për shkak se njerëzit e kanë provu dhe kanë pa kualitetin, tash kanë filluar edhe njerëzit të tjerë, saqë dhjetor dhe janar ne kanë bllokuar edhe terminat. Kështu që faleminderit për njerëzve që na kanë dhënë. Ken nga diaspora, dok? Shumë. Pyetje. Kjo është pyetje katunare. Dëgjam, unë jam falenderues gjithë jetën, jo vetëm këtë moment, se njeriu mundohet me arrijë një standard
dhe ndoshta Kur të arri pastaj harron. Nuk e di. Mirë, po unë jam falendërues gjithë jetën, ndoshta jetoj gjatë, ndoshta nuk jetoj gjatë, mirë, po sa të jem gjallë, nuk e harroj njerëzve të cilët kanë qenë pjesë e sukseseve të mia, se pa ta nuk kisha mujtë me arrito. Dhe jam falendërues dhe jam në dispozicion 24 orë. Bravo qoftë. Kështu që Mirënjohja është virtyt shumë i rëndësishëm tek personi. Unë mendoj që një njeri që din me vlerësu dhe din me respektu dhe din me qenë falendërues ndaj atyre të cilët ta kanë dhënë mundësi, mendoj që ka diçka për tyre. Bravo, po më vjen shumë mirë për këtë virtyt që pas ke doktor. Çfarë është kjo pyetja që desha me ta bë? Kjo robotika që është për flokun. Jam kurioztar, se vetë jam katunor doktor. Shumë kam dëshirë. Unë katunor. Atëherë Bile jam një katunit shumë thellë të PD-vës. Po, unë jam katunit fizës atje unë jam, domethënë, në vijën kufitare me armikun të cilën ne quajmë në Kosovë, kështu që jam kogja thellësi. Unë jam vi kufitare me mikun, në fakt, me Kosovën gati, me vllaun, por pyetja është sa ka kushtu kjo robotik. Tash e di që s'do na fol për çmime, po plus minus. Ja, kjo ka vlerë qindra mijëra euro. Qindra mijëra, çfarë do të thonë? Qindra mijëra euro. Tash janë 100.000, 200.000, ndoshta edhe më shumë. Mirë, po unë du me sfiguar diçka tjetër që jo që e kemi ble, që e kom marrë unë domethënë si robotik, po e kam edhe përfaqësinë për krejt ballkon. E ke edhe përfaqësinë. Pra ti më dosh dikuj i shet, dikuj si shet. Jo, ja shet skejtve. Jo shet skejtve për me pagu. Beça kanë parë. Po unë jam shumë i hapur. A kanë parë me bletir? Okay. Jam shumë bashkëpunues. A ka dikush tjetër momentalisht? Jo, se ka. Në Ballkan se ka kërkush. Se ka kërkush Ballkan. Ja, se ka në Ballkan. Për momentin ti çeke. Vetëm jemi nanje, është një në Londër, një në Amsterdam, edhe Turqia që i ka, se është, domethënë, është rrjedhë prej tyre. Okej. Është zbuluar prej tyre. Bukur. A është stres i madh, doktor? Cili është çelësi i suksesit me mujt me menaxhu? Gjithë këtë angazhim, stres, unë njoh prej kohësh, dok. Edhe unë kam dëshirë me bëj muhabet me ty, po shumë pak bëj muhabet bashkë. Se s'na le telefoni, jo ty, jo mua dhe domethënë edhe gjithmonë të kuptoj, asnjëherë nuk është po. A është stres në veti kjo puna e menaxhimit, 60 punëtor, klienta prej këtë botës, 40% i pas këtë huaj, jo anglisht me njërin, jo gjermanisht me tjetrin. E kupton, pra, a është vështirë me unë mendoj që është shumë vështirë, mirë po kur e keni staf profesional. Po. Dhe janë shumë mirë. Dhe i falenderohem secilit. Qoftë nga ajo pjesa fillestare hyrjes së klinikës deri te doktorat, deri te stafi menaxherial, drejtori, menaxherat të cilët janë Bardhin na duhet me përshëndet patjetër. Bardhi fantastik. Bardh përshëndesim. Bardhi është drejtor aty. Me ardhen e Bardhit ndoshta më ka letu pak për arsye se kum pas edhe një ngarkesë të menaxhimit të stafit, dhe më ka letu. Mirë po stafi të cilin kam shëndetësor, pa ta s'ka mujt me arrit. Vetë s'mund është me arrit suksesin. Stresi është shumë i madh për arsye se kemi të bëjmë me shëndetin e njeriut. Dhe në moment që ki të bësh me shëndetin e njeriut, automatikisht i stresuar se nuk e di se çka ndodh pas 2-3 ore, pas 3-4 ore. A ka dhimbje, s'ka dhimbje. Ndoshta ti është dhimbja normale, mi po ti je përgjes për ato se pacienti du më një ratë. Dhe unë i mundu në këtë aspekt dhe ju thëmë edhe stafit menaxherial, qofte Denfix, qofte Keller Fix, që duhet me qenë afër pacientit. S'ka lidha shku 11 natës a 12 natës. Mund ka ndodh me gryjem konë të flajt, edhe më ka thirrë një femën në telefon, të kesh, më ka thonë po më dha në 2 natës, edhe i kom kthyer përgjigje. Dhe më thonë, po unë fali kësaj kam edhe grunë kam shumë kuptueshme dhe jam shumë i afër. Patjetër se në 12 natës me dhënë dhënë dikujt doktor është problem është me shku me mjeku. Pani mirë kuptim prej saj nuk kisha pas edhe kështu sukses. Absolutisht. Se me pas të lashe familjare, ku i kam 3 fëmijë, të cilët ajo kujdeset, domethënë prej mëngjesit mami, kështu që i falenderoj për atë pjesë ku është shumë e rëndësishme nga një familje se sa pjesa e punës e gjitha. Do të më pyet, a është më rëndësishme familja apo biznesi? Absolutisht, për mua familja. Familja. Absolutisht. Pra me dash me hek dorë prej biznesit, me thonë familja më një herë. Sot. Okej, bravo. Sot është familja është primare. Bravo. Shëndeti, familja janë primare, tjerat vinë. Mendoj që një njeri normal e ka primare familjen, pastaj punën. Nuk mund me dalë puna ose dikush tjetër para familjes. Okej, bukur. Unë kum pas një këshill prej babës, rahmetlis babës tam. Ju më koni i vogël, të ke një njeriu që thëke thot, du më shumë se vllaut, atëherë thëke nuk është diçka në rregull me atë njeri. Kështu që sa më larg me qenë.
Kështu që i mundua ato që njerë familja është primare ato. Familja primare. Realisht kështu duhet me qenë gjithmonë. Përshëndetëm Bardhin, po kam dëshirë me përshëndetje doktor Benin, kirurgun që e ke, doktor Beni, Edën, doktoreshën, doktoresha Eda dhe Beni janë doktorat e pak, kështu që janë Eda, Valoni, Forca, janë gjithashtë me nisë me emra. Gjithë ju përshëndes, po... I mere këta, po pa ta s'ka mujtë me arrit. Absolutisht. Absolut. Po, realisht unë kur e ndjem shumë mirë me ta, kanë një komunikim, kanë një afërsi... Janë shumë mirë, janë shumë të afërt, edhe për atë arsye kemi suksesin, edhe jemi si familje. Do me thonë, nuk e llogariti, unë nuk i kam punëtor ata, jemi kolegë. E dim se jemi kolegë, se unë veç që i parin punë dhe dali fundit. Do me thonë, jam bashkë me ta. Nuk mendoj, me najtu në kafe dhe mi thonë atyne, kryja një dhëm Altinit ose Hasanit ose Isenit, se unë jem kafe me një shak. Nuk ndodha e. Shumë rastet ralla janë, kur unë dalë me dikën në drek edhe la punëve. Janë shumë rastet, do me thonë, me që numrohen me gishta. Pra, non-stop tek puna. Absolutisht. Bukur shumë. Doktor, ka shumë biznese realisht edhe ordinancat ndryshme, biznese ndryshme që kanë dëshirë me pas VIP të pjesë të punës tyre apo të suksesit tyre, apo si klient me i pas në biznesin e tyre. Si a ke arritur me i pas këtë stradën shqiptare? Sepse realisht nuk e di regjia është të më një gjua apo jo, po që për shembull Giganti Granit Gjaka që e kemi mrapa tjetra fotografi është embolo, është granitin edhe mas po folit tash për Ragipin po të Ragipi edhe tek ndoshta më kalon jo dhe më thonë një për njerëzve që të cilët kam raporte shumë mira me secilin, mirë po edhe Ragipi dhe Graniti janë një familje të cilët jenë për shambull. Shambull të që duhet më marë, që jenë të afërt jo vetëm këta 12 veti, po jenë këtë familja. E po ashtu tash edhe të tjerët të cilët jenë falë punës të cilën e kemi botë e Graniti dhe kanë ardhur të tjerët. Po ashtu është edhe Leonora, po ashtu është edhe Kaci, po ashtu është edhe gjithë këngëtarët të cilët ose aktorët ose çka do qoftë të cilët janë, domethënë të cilët e kanë fituar besimin me punën të cilën e kanë bërë. Nuk janë, domethënë për shkak në fehimit ose në njeriu të mirë, po është puna, sa ta në rast se ti jeni person i mirë, mund me qenë në raport me njerëzillak të cilën mund me vazhdu me pini kafe, mirë po punën është diçka të cilën është personale që mund ta besojnë. Sa mirë ma ke nxjerrë embolon në doktor. Embolon më ka ra mu taku për herë të parë që ka arë me i vendosdhanve që më kalon shumë përshtypje si person. Dhe më thonë, din shumë fjallë shqip. Ashtu, e? Po. Edhe është shumë i afërt, po. Edhe është shumë i afërt, edhe është shumë i respektueshëm. Dhe më thonë, nuk ka një javë që se më shumë veç më përshëndet. Është bravo që. Është fantastik. Me qenë se ishëm dhe të Gipa. Për Granitin, për Ragipin, tas po folit e em si pjesë e familjes. Ragip Gjaga po nuk është vetëm me këta. Jem me të gjithë, të cilët kam raporte të jetë mira. Nuk ka më duket një artist i estradës që nuk është pjesë e saj. Mundë mos me pas. Mos të më humbin Ragipi ta përshëndes sepse është i dy shqiptarë në Zvicër, përveç Arif Sulimanit që ai është i pari dhe skrasohet. Janë dy shqiptarë në Zvicër. Dok Ragipi është një ndërtas, po du me fol me çfarë dhurate, po ma kanë bën një dhuratë shumë të mirë, dy persona. Ragip Gjaka ma ka bën një dhuratë shumë të mirë. Vetëm për punën që po bëj. Vetëm për punën që po bëj, jo asgjë tjetër. E ke një dhuratë për punën që po bën. Është natyra e Ragipit ashtu. E du fort atë njerëj, e respektoj si familje janë. Nuk kam fjalë, kështu që e llogariti si pjesë të familjes. Vetëm thjesht me përshëndet, se e meriton. Pyetja tjetër, nuk ka estrad njeri që nuk është pjesë, domethënë jo ka me repera, me ka shumë po, mundë mos me pas. Shumica janë. Një numër shumicë po. Shumica janë, domethënë që janë pjesë e identifiksit. Është shumë rëndësishme, është shumë rëndësishme i arrit këto doktor. A ke marrëdhënie shoqërore me ta? Me gjithë. Me gjithë. Pra nuk është që vetëm te puna i ke edhe absolutisht, ndihem edhe me telefon, i pyesin për gjitha, po kupton s'ka ditë. Për shembull ka shumë këngëtarë të cilët unë kam raporte e ferrë, për shembull ka Kida, ka Cili është artisti apo që i ke raportet më të mira sot? Ja, me gjithë s'kam dallime me po ndoshta e keni shok më shumë se sa tjetër apo jo? Në shok, që mundesh me pas pak më shpesh komunikimin. Se me të gjithë e ke mirë, po flas më shpesh komunikimin. Me gjithë
komunikojnë në aspekt njerëzillakut dhe të respektit cilën e kam, se cilë kur i shkuj njënit i shkuj dhe 3-4 A ke shok ngusht? Une? Po. Po, shumë. Ngusht? Estrada shumë ngusht. Në përgjithësi, a keni shok ngusht që Po, ti sot e merr dhe ti din gjitha problemet apo hallet tua? Problemet edhe hallet e jetës tanë private, nuk i din kërkush. Nuk i din kërkush. Ja, As familja. Nuk kam qef mi ngarku për pjesën tem. Une me shumë knatësi kam shumë shok të ngusht, të cilët une i respektoj edhe një jemi familiarizum, edhe jem shumë i afërt me ta. Po pjesa private, pjesa familjare dhe pjesa e jame personale, nuk kam qef me dit askush. Okej. Si janë ngarkesat cilat nuk më mja prezentu, se njeri ka problemet e veta. A ke shumë probleme dhe angesa hallet? S'mon është mi nëmru, Alten. Ke shumë? S'mon është mi nëmru. Do më thonë, në mes suksesit dhe edhe problemeve, qysh balancohen, se tash probleme, po flasë... Të folim problemet... Jo probleme kështu, jo probleme, po flasë... Absolutikisht. Probleme personale, stres, halle, sene, gjona... Absolutikisht, kjo që ta pëtëm. Se jo, se për shembull se kur me vjen- vonë ashtu të si shaktu me ne vesh. Probleme në aspekt... Po të po të punës, stresit, të angazhimeve, gjonave. Ajo pjesa, për shembull, kur vjen 29 dhe me dytën, që ato në halë. Ba, absolutisht, Janë pagesa, kaluse gjona, pagesa. absolutisht. Bukur. Për shtë arsye edhe nuk ja prezentoj. Kur dikush mi ka zënë halë të vete, thëm, mami s'po ti tregoj të mija se ty të se kur ka. Për çfarë arsye je i veçantë? Mendoj që për shkak punës cilën e bëj. Okej. Nuk po foli për vetes, s'foli, Okej. s'kam gjë, po foli për shkak punës. Okej. A ke klient edhe prej Shqipërie? Shumë. Si ka mundësi që vinë prej Shqipërie të këty? Sepse qëre, duke parë që në Shqipëri ka plot ordinanca. Na po folim veç për Dentfix, Po. për vitin 2024, Po. i kemi pas dikon, mos gabofsha 23.000, 24.000 pacienta. 24.000 pacientë. 23.000 kështu diçka. Pra do më thonë vetëm Mbrëma vitin vitin, 2024. Po. Tash mendoj që ka pas një rritje, edhe tash më ndo me përqindje nësë më ndo. Mirë, po muj me thonë që një 30-40% në Shqipërisë. Okej, 34% janë prej Shqipërie që vinë. Po, Shumë interesant. shumë. Bravo. Është një 30 janë prej Kosovës, 30%, edhe një 40 janë të huj. Okej. Kalojmë pak të care and hair, sepse është shumë e rëndësi. Kjerë herë fiksi, po. dhe më thonë kjo është një klinikë e re, të cilën çdo biznes mendoj që fillon starti, i ka problemet e veta. Vesh ndoshta unë me Dentfix për shembull kum pas në fazat fillestare kum pas të lashët e Vështirësi, gjona, po. vështirësitë, problemet për shkak se njerëzit duhen me njohur. Po te kjerë herë fiksi se kum pas asnjë ditë vështirësi. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që dhe me thonë ka arrit numrin e pacientëve që për mu ka qenë befasi. Bravo. Jo befasi pse kanë ora ata për mu, po ka qenë befasi për shkak të punës të cilën e kemi pa dhe suksesit të cilën e kanë pacientët që 6 muaj. Okej. Është befasuese. Okej. Doktor, mu mi ke dhonë disa gutshajn, dhurata për disa Unë ma ka Ti mush. ku më dhonë unë? Jo, Ka ma dhonë bardhi ma ka mush. unë si japi Edhe dhurata. herë duta, jo, ma pa urdhërin tënd, besoj që zemër Ja. zemër e ke të mallit tash, ti jemi realista sepse edhe te Apro njëri fitoi një zbardhim dhomësh, ti tha jo më ta rregulloj krejt gojën, domethënë nuk është që ti e ndal dorën për këtë punë. Qëre, Mirë, po njeriu- du me thonë me klienta, a më lejohet që njerëzve që ja dërgoj për Instagramit tim me foto? Po. Me ekzistu se s'muj ndoshta dikush është prej Amerike apo prej Australie, s'muj m'ja dërgu fizikisht. Qëre, Po nëse dikuj ja dërgoj në privat në Instagram me foto Aten, ata, a vlen ajo gëshajnë? Dëgjom. Po. Unë jam shumë i hapur. Po. Edhe dikën që e din që si ka kushtet. Ma që në ja bëj këtë dhëm pa pare. Oh, Qatë mundësi e kam. Bravo qoftë. Kështu që edhe kuj ne e dërgon, kuj se e dërgon, është problemi më i vogël. Mendoj që njeriu në jetë duhet mi bo dy të mira. Me qenë shpirt bardh dhe me qenë Human. human. Bravo qoftë. Edhe i pastër shpirtnisht. Shpirtërisht. Bravo qoftë. Shumë bukur. Atëherë, du ta ndaj me publikun, me shikuesit tanë, se kemi miliona çusharë shikues në gjithë botën. Kush ka nevojë për mbjelljen e flokut, edhe për rregullimin e dhëmbëve, mjafton, ama realisht kush ka nevojë, edhe kush ka dëshirë, mjafton me më shkruajt mu privat në Instagram Altin Oficial, që ndoshta diamanti më nxjerr këtu.
Edhe unë ja dërgoj me foto këto guçajn që i kam unë. I kam guçajn ta dërgoj me foto dhe vlen. Nëse prej Instagramit tim personal zyrtar të vjen ajo foto, me atë foto mundesh me shku me marr i ke 100-200 franga rabat, 300 franga rabat, i ke uli çmimi për mbjellje flokëve dhe ta shune po du më ta ashtu qatë pjesën e rabatit që ti pjo, ja? Po. Masi po do me bon nder, bën nderin që duhet. Bën jau 20% zbritje për njerëzve cilët e kanë vim prej te deri me 1 qershor 2026. 20% zbritje. Prit edhe një herë. Edhe një herë. 20, anit ajo. 20% zbritje prej Fol Shqip Show të Current Hair të Den Fix kush shkon prej meje. Qta, edhe kjo me erdhi tash, se do ki surpriza bën gjithmonë. Hall, po të më shku? Betim? Sa përqend ka betimi, Dok? Ja, betimin ti vendos. Ja, sa ka përqend ka betimi? Sa ka betimi? Se betimi ty me flokët. Sa përqend? Ja heke me... Kina me bo dhurat veç i të rënafër. Dhurat kina me bo veç i të rënafër ty. Betim. Qëret është, bro. I fitove, veç që po më rënafër mu, i fitove flokët në Current Hair. Amo, kena me inqizu veç, kena marrë me inqizu veç, ta dish. Absolut. Dhe ta inqizojmë dhe ta qesim. Kur dush. Turit nera, Dok. 24/7. Faleminderit zotit rujt, turit nera. Emër shok. Aja shemër çfarë shoku ki, çfarë shoku ka mon. Që shto shka zinxhir ke punë, tim ki mund. Dok, çfarë të bën të lumtur? Familja. Familja. Absolut. Shëtitje me familjen. Absolut. Ku i bën pushime, ku i harxhon porë? Sa ideja është me di ku i harxhon porë. Ti jemi të qartë. Po. Mu më bjen shumë keq, se njerëzit mundu më pasit suksesshëm. Edhe Elena është familjen e gjona. Besëm që mu më bjen shumë keq prej fëmijëve dhe prej grusime që i lo këgjaon është. Në aspekt edhe mu më bjen shumë gjëna. Për shembull, që këto 2 ditë ku mujt me qenë me ta, po jam për shkak të punëve të cilat e kum pas, të cilët edhe fëmijët e mi më kërkojnë dhe kanë dëshirë me qenë afër meje. Mirë po nga njëherë e kam thuj se të pa mundshme me qenë afër tyre për shkak punëve. Dhe ndoshta ma vonë ku mi rapi shman edhe ndoshta kanë me ma marrë dhe pakinate për shkak të qëkohës, mirë po ata du të me di që shkoj rrugës së punës dhe vetëm për ta. Edhe jetë punu për ta. Absolutisht. Bravo, ata du të me ditë edhe dimë të besoj që kanë me kuptu, po ka pleshnia Dok me mund me fu dhe nja, tak. Edhe kom qef edhe unë. Ka pleshnia me bo një fëmijë ose 2 me i bo me unë rrit me ta, ka do mu plak me ta. Jem të e lutë grunë që sapi, thunë me e bo me në një, po për të më patë edhe pak disa të rritën. Unë e kam gjeneratat pak ma të mirë. Amo gjo ma të mirë, dhe ma të umëtër s'ka se sa fëmijë. Ka do që të cilër, ka do që të bëjsh si fëmija s'ka. Po bëj ka gare se në këtë pjesë, që ka shru zoti, po mendoj. Përveç hotelit, përveç Current Hair, Den Fix, hotelit, a edhe Den Fix në Zvicër. A ke angazhime tjera? Po, une për ndryshe paradite komplet kohën të cilën e kemi, kohën dhe më thonë paradite, une jem në pjesë e fakulteti ku jem profesor, ku... Pra je profesor në fakultet Prishtinës? Po, stomatologji. Në Universitetin e Prishtinës, fakultetin e mjekësisë, deka stomatologji, ku jam profesor dhe me thonë të 4 gjenerata, vitit parë, 3, 4, 5 edhe 6, që përbjen 5 gjenerata. Kështu që janë student shumë mirë për fat malë, të cilët janë tash edhe knasimi pas. është rritë numri shumë i madh i stomatologëve, mirë po këtu janë rregullat cilat i përcaktojnë ligjet në Kosovë, nuk unë me përcaktu. Mirë po është nësi me pas edhe student mirë. Bukur, në Zvicër... Po, s'do me thonë që nalim e këto, jem edhe gjatë rrugës shtë, besoj që shumë shpejt me një spital pak ma, me intervenime pak ma të mëdha, me kirurgji plastike, me këto pjesën ku është pjesë e jone. Familja fix. Familja fix. Bukur shumë. Në Zvicër, dok, ku je? Jemi... Në cilën fazë të punimeve për a i ke gjetur, ambientin, gjonat, doktorët, mjeket, a janë Zviceranas, janë Zviceranë, janë shqiptarës? Jemi në përfundim të stafit, për shkak se ju e dini shumë mirë që dokumentacionin në Zvicër nuk është si kur teknikë që mu kry ma shpejt. Tu duhet për çdo detaj, për çdo gjë, mu marë me kohë. Edhe kohë këtu duhet pak ma gjatë, që që jemi në përfundim edhe të ekipës, edhe të vendin, kështu që shumë shpejt kemi me dalë me pjesë e marketingut edhe vendin e caktuar. S'pe bëj publik për shkak se me partnerët mi, e këtu jam me partnerë, se në Kosovë nuk kam partnera, po këtu jam me partner shqiptar? Po, 2 shqiptarë.
Dy shqiptar. Ka më qenë diçka e thjeshtë, e bukur, e madhe, e vogël. Më e madhe po. Më e madhe. Jo në kur hyt, nuk hy veçaj. Prandaj po them që Kështu që edhe partnerët mi ju kom thonë që mos me e kanë vështirë me djeg mbrapa. Absolutisht. Po, çore Altin, ndoshta stafi jam nga një herë më kritikojnë për shkak të punës që në lypi edhe rregullave të cilat i caktoj. Se jam pak më gjerman se zvicran që e quajmë në shqiptar, mirë po mas punës jam shumë familjar me ta. Edhe kënaqshna me stafin tim. Domethënë nina shumë i familiarizuar. Saqë më shumë foli me ta se sa me familjarët e mi. Po të rrejë shumë drejt. Okej, bukur. A është të vështirë me punu a është të vështirë, kam kuptu që në Kosovë, dok, është problem me menaxhu dhe stafin. Nuk po them për tek ju, nuk e di. Ja. Unë për vete kam pas një biznes në Kosovë. Stafi në veti kanë pas probleme. Ndëgjam, puna e menaxhimit stafit është qysh ja jap ti hapësirën. Dhe qysh ti ja lejon mundësitë për me lëviz stafi. Unë për fat, po foli për vetes, po foli për të tjerët, jam me fat që i kam këta pjesë stafit cilët jam me ta. Dhe jemi një staf shumë i mirë. Sa që s'kemi probleme. Qëre, problemet mund me pas edhe unë me dikan, po janë probleme momentale, nuk janë afat gjate. Ndodh aty 5 minuta dhe zgjidhet. Do të thonë se e shohim që mund me pas një problem. Mirë, po problemet afat gjate jo, s'kemi. Bukur, përpara se dalim te një pyetësor, doktor jena në show këtu. Po. Ku i harxhon parat? Una? Po. Se me fiton shoqër Zotit. Nuk i ki punë keq, amu ku i harxhon tash? Ideja është ku me harxhu, se me fiton, e di ku i fiton. Po ku i harxhon? I harxhim beton, në armatur, në ceva tuhi, që që thënë aty, në rrym, në smart home, në digitalizim. Okej, pra, nuk i harxhon, po i investon përsëri. Absolut. Pra, domethënë nuk i fut në harxhim, po në investim. Okej. Me kështu për jetën private, ku i harxhon? Ku bën pushime? Ku shkon, ku kënaqesh? Ja, për pushime po. Mundona pjesën një javorën vetë mja kushtu familjes për fat keq. Vesh një javë shkoj, po i lo ata me zgjedh. Ku duhen ata, unë jam rapa aty. Zakonisht ka shkoni? Po unë më varët, ku duhen, se kam caktuar. Veç e qesim pikën ku e kam mundësi. Unë për shembull e kam problem pa gruaja ime pritet me udhëtu gjatë me aeroplan, po 2-3 orë ku ka, po. Okej, bukur shumë. Edhe unë pritoj gjatë për aeroplan. Unë spritoj. E kom pas, ti vetëm erdha shkova, dhe ula erdha, shumë është problem. Dok, jena në Fallship Show, në show lejo të bëne i pyetje, nështë ta s'lidhet gjithë shka vetëm biznesin. Atëherë, e kam i pyetësor për ta bo, Dok, edhe kam dëshirë në më këtë përgjigje për njërën nga këto 2 pyetje që do të bëj. Hajde për herë. Pyetje për doktor Fejm Alidin, profesor doktor, se është profesor në Universitetin e Prishtinës. Doktor, nëse do duhej të zgjidhje njërin nga këto dyja, a do zgjidhje me të ardh tatimorja apo ATK-ja? Po. Pa paralajmërim në zyrë, apo do kishe zgjedhur me të ardh gruaja në lokal pa paralajmërim? Ja, gruaja. Me ardh gruaja pa paralajmërim. Po do ATK e marrë s'ka kur për probleme se unë jam shumë i pasur e dina ta me deklarimin të s'ka lidhje. Njërin nga këto dyja. Okej, gruaja më ardh pa paralajmërim. Gruaja vjen pa paralajmërim se është shtëpia e vet, kështu që s'ka. Nëse do duhej të shpëtosh vetëm njërin, a do shpëtoje telefonin me të gjitha kontaktet që i ke, pra me shpëtu, apo do shpëtoje portofolin me të gjitha eurot që i ke brenda dhe kartat që i ke brenda? Jo, telefonin. Pra do shpëtoje telefonin. Unë ta kallëzoj një situatë, peceku me shumë që është katastrofike në qeve, vesh një telefon e kom pas 15, unë ka kushtu 10.000 euro që ma ka këthy një person. Jo 10.000 euro që e kom dhonë. Po i kom thonë, këtë dhëm të ki pa pare me implant dhe me gjitha, veç që ma ka këthy telefonin. Pra, të kishte humbur? Po më ka humb. Ta ka gjetë? Edhe ma ka pru. Ta ka sjell? Edhe ja ke bo 10.000 euro shërbime. Bukur. A di pse? Se tash më humb se kom telashe. Po nështë ta për shkak kuës, me i bo ato iCloud që ato edhe se kom ditë edhe... Bukur, pra e kishe lanë me të hup ty portofolin me këtë pare, që i ki mrena dhe me kartela. Absolut. Se ato i bën prap. Edhe parë të bënë. Po, telefonat është vështirë me i gjetë edhe herë kontaktet për me jasho. Bukur, nëse do duhet të zgjidhje, doktor, të humbasësh 10.000 euro,
apo të kalosh një dark me klientin më të mërzitshëm që ekziston. Ka klienta që a e di që doktor që ta hap gojën në njonin mes rrugës, thot kërma gojën ti në restorant me njerëz. Ja, une pjesën materiale nuk e qes para pacientit. Kështu që mendoj se s'ka lidhje është më e mërzitshme. Pra, do i humbi edhe 1000 euro, doktor? Absolutisht. Për me hongër një dorë me një pacient që s'ta do në zemra hiç. Jo, ma do çdo pacient që vjen. Ja, ka pacienta që Çore, ndëgjam. Ti jemi të qartë. Po. Ndoshta mund më bën nervoz. Po kurrë në jetë nuk bëna nervoz që me marrë një mërzi ose një nervoz ose me qujt person jo të mirë ose të përshtatshëm. Pyetësori është sikur. Pra gjithmonë është sikur, nuk po themi që ti je ai person. Por di kisha unë. Pra, okay, e kisha u parë. Pra këtu bëhet fjalë sikur ti vërtet e keni person bezdi, po Për mua është primare pacienti. Pra, pyetësori është jo që ti je personi. Personi është sikur. Nëse do duhet të zgjidhje, doktor, a do zgjidhni një partner në biznes që pin shumë, apo një që flet shumë më s'le rahat? Unë të ke pjesa e pijes jem pak ma mrapa për arsye se nuk e përdor dhe nuk e di, mendoj që e kisha zgjedhur një person që fol më shumë. Amo, a e kishe ngutje, doktor, se s'ke kohë me ngu? Po tash a e kisha nguar, se kisha nguar është probleme tjera. Unë e kam një shok Alten, e kam një shok edhe për një me po shka ngarkesa tash po harrej shumë edhe. Edhe kur të përmend dikush një amën, unë me njëherë ma lidh me një amën tjetër edhe thirri. E tash kur jam me dikën tjetër mos përmend amën se doktorë do të më njëherë tjera do të dikën se ja ke lidh. E lidh sistemin. Se kemi harru. Bukur, nëse do duhet të zgjidhje, doktor, të humbasësh një klient të madh apo të punosh me virën tonë si shofere personale? Ndëgjam. Po të dëgjoj. Jo. Jo, mo jo. Virës. Ne po bëjmë sikur. Jo, që po ta them kështu. O, ky është vetëm njërin prej dyja këtë të zgjidhë, doktor. Nuk më ndaj asnjëna, di pse? Hajde. Virët për shembull i kam bësh gjithë jetën për arsye se më kanë ndihmuar shumë për fëmijët e mi. I kanë ndihmuar çikës vet. Bravo. Mirë, po unë jam falënderues për shkak se fëmijët e mi. Bravo. Dhe jam falënderues gjithë jetën. Bravo. Apo kupton se ka qenë më afër edhe pse. Mirë, po edhe klientët për shembull, edhe ato nuk kisha pas shef asnjë me unë. Vir, bravo qof Vir, faleminderit Eduard Dokiti e kena për ty. Si e ka emrin Vira? Kimete. Kimete, shumë respekt për ty. Bravo qof që i ke këshirë se realisht për na gjindeni, që është më gjindet edhe nona e më. Po. Amo, doktor. Edhe e di qysha kjo, pjesa e nonave, qoftë edhe të grus edhe e burrit, jem pjesë të ndishme të cilat nuk mundet munda për nipave. Për shembull, që apet po këthinat e babi jam Rahmetlia, ka qenë fëmijët e vllaut kur u rritën, dhe më thonë, ai babi dhe nona, dhe më thonë, nuk kanë pas kohë për shkak se ka qenë kohë ma hershme që u datë me punu, më në ledhatu. Dhe vjen një moment që i thët nipit, dhe më thonë, djallit vllaut, i thët, hajde zemër ta unë, zemër dhe pikëthit vllaut, po ti neves na ke thonë asë një herë, kështu, thët kur bëhet gjysh e kupton thët se çka është dashnia. Se çka është dashnia, po se koha. Edhe ti me fëmijën e fëmijëve kemë kas më shumë. Den fix un current here në background, lutem regjia. Doktor, mos më del prej kësaj luja, do zgjidhë Virën shofer apo me hub një klient të madh? Jo, asnjënë, do të thonë dy të kisha marrë. Okej, bukur. Atëherë, nëse do doktor, nëse do mund të shihje mendimet e njerëzve për ty. Pra, me i po, mendimet e njerëzve për ty. Do doje t'i shihje, apo më mirë të rrish rahat, mos t'i shikoje fare? Unë, ndoshta një prej sukseseve cilat i kom pas, që kur njët asë më ka e interesu mendimet e të tjerve për mu, asë fjallët e të tjerve për mu. Kështu që ju mundu gjithmonë me qenë atë pjesë, mos më marrë me pjesën mbrapa, kështu që mendimet e se cilit le të imojmë për vete, le të mendojnë çka do qoftë për mu, probleme. Nuk do doje me shiku. Absolutisht. Bukur, nuk do doje me shiku mendimet e njerëzve, pra dogit nuk i hanë me pak fjalë se çfarë mendojnë njerëzit. Bukur. Nëse gruaja të thot, doktor, ose biznesi, ose unë, çfarë do bëje? Unë mendoj që gruaja e ka kuptuar dhe e kupton që kjo pjesa e familjes është edhe pjesë e biznesit e lidhur.
Po me qenë ajo premorën e zgjedhë grunë. Grunë e zgjedhë. Bravo, bukur shumë. A di pse? Po, Se mi ka bo 3 fëmijë si drita. bravo. Dhe jam falendërues gjithë jetën. Kështu që papas s'm duhet as pasunia. Bravo qoftë, doktor, po më pëlqen. Po fillon me mushtu dashnia për ty në aspektin pozitiv, ase po na merr kur më shoh. Nëse të duhet zgjidhje, doktor, të jesh shumë i pasur, por askush të mos doj, pra me pas parë edhe mos doj dikush, apo të jesh shumë i dashur, por mos të kesh pasuri. Timi po dalë të pjesa, unë edhe më rriti varfën, edhe ndoshta ta shpeqy pak të vetën të pasur, se s'jam i pasur. E di çka jam i pasur? Shpirtnisht. Zemrën e kam pasur, për shkak se kam familjen, shoqëninë, rrethin, dashamirët cilët të më rrethojnë, pacientët cilët vinë, edhe jam shumë i pasur. Okej. Dhe kjo pjesa, së më intereson pjesa materiale, se di sa për me kjallë. Kam qef me qenë i afërt, dhe jam i afërt me secili. Ata që më gjojnë e din kush jam, dhe ata e din respekti që jam. Qysh nga mos pasja dhe më thonë që s'kom pas, edhe tash që dhe më thonë një mundu me qenë gjithmonë në njëtin. Në asnjë moment nuk më ndryshu, për ata që më gjojnë, për ata që s'më gjojnë, s'muj me qenë. Bukur, doktor. Kjo është lojë, doktor, kjo është pyetësor. Absolut. Pra kjo nuk është, pra nuk është fejimi këtu. Absolut. A kupton, nëse e jep njërin përgjigje për këtyre dyjave. Unë e shpjegova për veten, gjithmonë po nisem për. Okej. Do zgjidhni një pacient që s'lan dhambet fare, pra nuk i lan asnjëherë dhambet, apo një pacient që gënjen që i lan 5 herë në ditë. Pra domethënë, cilin për këtyre dy janë dy pacientë, njëri thotë unë si loj kurr, apo një që thotë i loj, por vërtet nuk i loj. Aty tani përcaktuar mbas gjendjes reale të cilën e kanë në gojë, mbas ekzaminimit klinik, cili ka gjendje më të rëndum që ato të më zgjidh. Diplomatiki, Do preferoja një pacient që bërtet shumë, apo që flen gjatë trajtimit? Nuk është puna që me flajt, se të ne nuk mundet me flajt, po ajo pjesa e qetësisë është më e mira. Tasha e do në gjumë ma me bërtit shumë. Jo, neve në epin energjit mirë dhe ata që bërtasin. Pra e që bërtet preferohet. Na mendojmë që i preferojmë sa që bërtasin që i me qetësu. Që me pa që dhe me thonë intervenimin dhe në fix edhe në kire fix, nuk është kur gjë kështë që ja vinë. A ka zonë gjumin e pacientat të po? Po, si do mos të mbile e flukve po. Ja fusin gjumë. Po, ngërhati ka pak, po s'ka lidhje. E bukur. Çfarë është më keq? Arome keqe e gojës, apo frika pacientit që të kap dorën? Pra do më thonë, për ty që atë bezdis ma shumë, një që t'je parombi, apo një që të kap dorën duke punu? Na reagimet e pacientëve për shkak të dëmtime që mund t'i bëhen pacientet. Ato i kemi ma të rëndësishme. Dora mos mu prej. Se mund me lëvizë, turbina i ka rrotullimet e shpejta, kështu që mund me lëndu indit e buta dhe mund me bo dëmtime pa nevojshme të cilat mi po gjithmonë duhet me qenë të kujdesshëm dhe duhet me qenë të afërt me pacientit që të bëhet një komunikim dhe një bashkëpunim i afërt me të. Dogi, a do preferoje të trajtoje një mik falas apo një armik me çmim 2 fisht prej çmimit real që është? Unë mendoj që mikun, unë e trajtoj gjithë falas edhe kam qef me pas edhe me trajtu, po edhe armikun kam qef falas për shkak se me i tregu atina që nuk kam marrë meq, kështu që gjithë i kam meq. Në këtë rast mikun apo armikun? Dytë i kisha trajtu. E di që të dytë, po njonin të në zhjithë. Po unë mendoj që armikun se mikun e trajtoj. Okej. Okej, bukur shumë. Cili pacient është më i vështirë, doktor? Ai që s'hap gojen, apo ai që s'mbyll gojen? Jo, ai që s'hap gojen. Ai që s'hap gojen është më i vështirë. Më i vështirë se do me punu të ato. Okej, bukur. Do riktheje një pacient që të prish nervat, apo një dhëm që të prish ditën? Është nështë një pacient që nështë që është i pak naqën dhe mendon që me pas ato reagimet e kësha këthy apet me kalzu që e ka gabim. Okej, a do zgjidhit të punosh gjithë ditën me femrat bukura, doktor? Apo gjithë ditën me burrat shëmtuar? Sekond, pyetje është, loj, show. Shumë. Jenë në show.
A femrat bukura apo burrat shëmtuar me punuti me ta? Tek ne në fix vinë edhe femrat bukura edhe mashkujt bukur. Kështu që është dy gjinit janë bukura, kështu që punoj me ta. O doktor, a femrat bukura apo burrat shëmtuar? Me dy parë, s'më mendoj. Më tranej. Okej. Çfarë do preferoje? Të prishet shpimi pra. Miksia, gjylpana apo se anestezioni, apo të prishet durimi jot? Ja, anestezioni mu, se durimi jam s'prishet asnjë. S'prishet, Se kom leju asnjë. Në këtë rast mu prish durimi apo anestezioni mu prish? Mu prish anestezioni, s'ka lidhje. Shpimi s'ka lidhje, s'prishet anestezioni. Mos ja bën keq. Ja, na se bëjmë keq, na ja bëjmë ato, po tani duhet me pas durim. Mos i shkon shtremt. Ja, se shkon, na kur e vendosim në mënyrë të drejtë. Okej. Se dim çka po bëjmë. Pacienti ideal, doktor, a është ai që paguan në kohë apo ai që nuk diskuton për çmime fare? Pacienti ideal për mu personalisht është pacienti i cili ndohet i kënaqur dhe është falenderues për punën që ne kemi bërë. Po doktor, për punën e materiale, besëm te dinaltem pak a shumë gjë që mu së mlen përshtypje. Mu ma shumë përshtypje mlen me qeni kënaqur dhe falenderues për punën që ne kemi bërë. Okej. Dhe nikosisht më ma respektu stafin. Dhe me qenë ndaj... Amo stafi jotë realisht është i respektuar sepse japin respekt. Absolut. Por duhet edhe të marrin, edhe marrin besoj. Borët pikujnë, tash pikujna... Definitiv, ja, definitiv. Cila është më vështirë, doktor, kjo është pyetja fundit, të bindesh pacientin të laj dhëmbët, apo të bindesh të besoj që nuk i dhëmbi fare kur t'ja rregullosh. Pra, ke situata të ndryshme. Ka situata Se ka njerëz që edhe nuk i lajnë, doktor. Jemi realista. Ka shumë... Edhe ka njerëz që nuk e besojnë që ka mi dhimt kur t'ja hekur dhëmbin. Tash, cila më vështirë me bind? Më vështirë është të intervenimet. Të intervenimin. Pra nuk e besojnë. Është ndjeshmëri cilën secili edhe ti vetë edhe secili është pjesë e ndihshme ty që nuk e sheh edhe nuk di se çka po ndodh, edhe ajo fitimi i besimit te këto raste është këgjë e vështirë dhe për atë arsye domethënë është shumë e rëndësishme për neve që pacienti me fituat besimin që ne mundohemi mja eksportu. Bukur. Pyetja fundit, doktor i dashur, ku do shikojmë Dentfix apo doktor Fehimin pas 5 viteve? Inshallah imi në shërat. Është mirë, gjithmonë po mendojmë. Kemi shëndetin. Ne gjithmonë mendojmë pozitivisht tani. Mirë, po mendoj që kemi kaluar në një nivel tjetër, kështu që mendoj që kemi me qenë Dentfix International, që kam e përfshi shumë shtete të Evropës. S'po thëmë botë se është ma lartë, nuk kam mundësi, mirë për këtë pjesën e Evropës ku mundësia është e fluturimeve një orë, 2 orë, se kam problem, aty besoj që kemi në po. Bukur. Doktor, kjo kamera këtu është për ty. Edhe janë duke të shikuar, më besoj që shumë miliona shikues për këtë botë ku ka shqiptarë. Jepej mesazh sipas dëshirës tënde. Mesazhi im është kështu. Duhem i falenderuar njerëzit që janë shqiptarët gjithandej botës. Jam falenderues gjithë jetën prej atyre që kanë qenë në Dentfix dhe Kirherfix, po ashtu edhe prej atyre që nuk kanë qenë dhe prej atyre që nuk dojnë me ardhë, të gjithë duhem i përshëndet secilin veç e veç. Dhe mos na lezot pa juve se Kosova pa juve nuk është kurrë. Shumë faleminderit, doktor. Faleminderit edhe juve. Shumë respekt, faleminderit që ke ardhur nga Kosova në Full Ship Show. Kënaqësi e imja dhe faleminderit që jeni partner në Full Ship Show. Absolut. Sepse jemi partner kënaqësi e madhe, kështu që në një emision si Full Ship Show është kënaqësi me qenë edhe pjesë sponsorizimeve. Zoti Trujt, shumë faleminderit edhe u pafshim për të mira dhe e dim që diaspora jemi vetëm me familjen e madhe. Absolut. Familja, unë apet po dalte familja. Pa familjen e ngushtë nuk ka asnjë gjë. Kështu që edhe ju jeni familje e madhe, kështu që faleminderit. Familja e madhe e diasporës të familja Dentfix, familja Fix në fakt, jo Dentfix, po Fix, aty Fixi përfshin shumë gjona. Hotelin përfshin Dentfixin, Caron Hair, Dentfixin Zvicër, Shvajc Dentfix, do t'ja bëjmë Shvajc Dentfix. Dentfix CH. Bukur, CH. Faleminderit shumë edhe herë, shumë suksese edhe shihemi hera tjera. Do vim së shpejti sepse nuk e kam parë klinikën për afër, Caron Hair, kam dëshirë të unë ju pres ndryshe. Po. Me ujë dhe me kafe në tavolinë. Me ujë dhe me kafe në tavolinë. Po. Na pret ti neve. Se bukën s'më ja kthy aty se është klinik. Edhe po ujin e kafe. Atë po më detyron me tregu që ti më pret gjithmonë edhe me dreka, jo vetëm ujë me kafe. Kështu që je më mikprit se ne, po neve në Zvicër ne na dham luksi shpesh herë, kena mysafir shpesh herë te shtëpia. Shpesh herë kena mysafir, kena termine, nuk mujna na për me po dreka dorë.
Faleminderit. Dok, shumë respekt, faleminderit. Faleminderit, Zoti shumë. Trujt për sjelljen me Eduard Trokiti on Big Up Fonjonas. Doktor Fejmaliti.